Ndërhyrja në rreth 18 pallate në qytetin e Këlcyrës përmes sistemit të izolimit termik ka sjellë disa përfitime të dukshme, si për jetëgjatësinë e banesave, por njëkohësisht edhe në përmirësimin e imazhit të qytetit. Burime pranë Bashkisë së Këlcyrës bëjnë me dije se priten edhe investime të tjera të rëndësishme në qytet. Për sa i përket përmirësimit të kushteve të banimit të qytetarëve, është në qytetin e Këlcyrës, në çdo lagje është ndërhyrë, në çdo banesë 3 deri në 5 kate. Dhe mund të them me bindje plot që kemi arritur deri 18-19 të ndërtesa të cilat janë rikonstruuar plotësisht në pikpamjen e fasadave të tyre dhe të terracave. Janë 2 projekte të miratuara plotësisht dhe fillojnë së shpejti. Ne besojmë që brenda muajit korrik do të fillojnë, është rruga që të ndërtohet sipas gjurmës së vjetër drejt Sarajevit Ali Bek dhe Këlcyrës. Drejtim tjetër që kemi përpasur është transformimi rrënjësor i gjithë rrugës që fillon te fusha e sportit deri në liqenin i cili do të kthehet në një shiritor për qytetarët. Dhe bashkë me të do të bëhet rruga e re për vargjet e qytetit. Këto investime po japin një tjetër imazh qytetit, i cili tashmë është ndërruar në një destinacion gjithnjë më të preferuar, si për vizitorët vendas, ashtu edhe për ata të huaj.